Këngëtari i njohur dhe fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luiz Eli, ka bërë një kthes të papritur në rrjetet sociale, duke ndarë me ndjekësit e tij detaje nga përvoja e fundit në spital dhe si gjithmonë me atë dozë karakteristike humori që e ka bërë të dashur nga publiku. Përmes një Insta story plot ngjyra dhe sinqeritet, Luizi na udhëhoqi në sfidën e ndërhyrjes kirurgjikale që sapo kaloi. Mund të them se dhimbjen e operacionit e kalova pa problem, shkruante ai mbi një foto ku shfaqet me një rënkëmbë të fashuar dhe buzëqeshje në fytyrë. Por kur u ula te recepcioni për të marrë faturën, atje më kapën krizat e vërteta. Me këtë shërim të komikëve të përditshëm, tregimi i Luizit nuk është vetëm një kronik mjekësore, por edhe një udhëtim emocional ku shëndeti, humori dhe realiteti i jetës pas reflektorëve bashkohen në një rrëfim të rrjedhshëm. Ai nuk nguroi të falenderonte stafin e spitalit për profesionalizmin dhe kujdesin e treguar gjatë gjithë qëndrimit, duke theksuar se pozitiviteti dhe qëndrimi i lehtë shpeshherë janë ilaçi më i mirë.